Sara dhe Bardhi po ndahen. Çfarë po ndodh me çiftin më të përfolur të showbizit shqiptar? Një nga çiftet më të dashura të publikut që u njohën në Big Brother VIP Albania 3, Sara Gjortini dhe këngëtari Bardhi, janë rikthyer sërish në qendër të vëmendjes. Së fundmi, fansat po dyshojnë apo flasin për një ndarje mes tyre. Gjithçka nisi pas një postimi të papritur që Sara publikoi në rrjetet sociale. Në një postim të gjatë dhe të ndjerë, ajo njoftoi se do të tërhiqet përkohësisht nga jeta publike, duke i lënë djegësit të hutuar dhe të shqetësuar. Natyra njerëzore është e tillë, që pa që gjenë vetëm tek qetësia. Shkroi ajo, duke theksuar se ndonjëherë është e nevojshme të largohesh nga zhurma për të gjetur qetësinë e brendshme. Në mesazhin e saj, Sara tregoi se do të jetë më pak aktive për një periudhë, duke përshkruar këtë si një kohë për reflektim dhe rishikim të prioriteteve personale. Ajo shtoi se nuk do të jap intervista dhe nuk do t'ju përgjigjet pyetjeve gjatë kësaj kohe, duke kërkuar mirëkuptim dhe respekt nga publiku. Ky vendim ka ngjallur shqetësim të ndjekësit, të cilët mendojnë se diçka nuk shkon mes saj dhe Bardhit. Megjithatë, burimet të sigurta për Prive Bajri Birtas Pahiu bëjnë të ditur se nuk ka asgjë të vërtet nga këto thashëtheme. Pra, s'ka asnjë ndarje mes Sarës dhe Bardhit. Çifti vazhdon të jetë lumturisht bashkë dhe marrëdhënia e tyre është më e qëndrueshme se kurrë. Postimi ka të bëjë me projekte dhe jo jetën personale. Pra, për të gjithë ata që menduan se Sara dhe Bardhi mund të jenë ndarë, mos u shqetësoni. Thjesht Sara do kohë për veten për te Instagramit. Çifti është ende bashkë dhe i lumtur, duke jetuar dashurinë e tyre në privatësi, larg vëmendjes së publikut. Një çështje që tregon se dashuria e vërtet kërkon qetësi, intimitet dhe jo zhurmë.